Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 10 tetor 2025. Jemi në ditën e Venusit dhe për fat të mirë do të jetë një ditë shumë ndryshe nga ajo më përpara. Donse do të fillojmë me hënën e zbrëzëti, kjo do të jetë një periudhë shumë e shkurtër, e cila do të zjasë deri në orën 7:12 të mëngjesit. Por edhe gjatë kësaj periudhe, duke qenë se do të kemi një kënd pozitiv të njëjtës hënë me drejtuesin e ditës, do ta kemi shumë më të thjeshtë, do tolerojmë dhe mund ta përdorim edhe në avantazhin tonë. Pika ku mund ta përdorim me tepër avantazh është komunikimi në marrëdhëniet në çift. Kjo do të jetë e vlefshme edhe gjatë gjithë ditës, por orët e para të mëngjesit mund të jenë shumë më të produktive për të rregulluar problemet që mund të kenë shkaktuar ditët më përpara. Në orën 7:12 hëna do të kalojë tashmë tek shenja e binjakëve. Do të kemi një gjallëri, harmoni dhe një balancë vërtet shumë të madhe në të gjitha ambientet dhe marrëdhëniet tona, duke qenë se komunikimi do të jetë vërtet shumë aktiv. Prandaj mund ta përdorim pothuajse në çdo aspekt, duke filluar që nga marrëveshjet që kanë të bëjnë me burimet të reja të ardhurave materiale, duke vazhduar tek marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin, detyrimisht duhet të vazhdojmë që të jemi të kujdesshëm dhe të mos fiksohemi tek gjëra, por mund ta përdorim këtë frymë të reinvestigimit për të dalluar detajet, ashtu dhe të planifikojmë në mënyrë shumë efektive çdo gjë që po mundohemi të ndërtojmë në këto momente. Në mesdite, dielli tashmë do të fillojë që të krijojë një kënd negativ me Jupiterin dhe ndikimi i kësaj mund të na bëjë që të jemi më tepër optimistë se duhet dhe si rrjedhoj të veprojmë përpara se të mendojmë. Për këtë arsye do të këshilloj që të fokusohemi më tepër tek realiteti. Gjithsesi, është një ditë vërtet shumë pozitive, gjatë të cilës mund edhe të gjejmë qetësinë, paqen, argëtimin i cili mund të na ketë munguar gjatë kësaj jave. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.